Do ju tregoj sot një recetë tradicionale që na kena në Shkodër, vetëm se këtë herë unë e kam bërë me gjizë, por këta patligjonat ne I mushim me djathë. Si fillim kam vendos patligjonat mu zi me ujë. Masi janë zi, I kam lënë mu ftof, mandej I kam hek pjesën e brendshme, këtë pjesën e tullit, pra I kam kalu te një end tjetër. I shtojmë vezë, gjizë, por nëse s'keni gjizë I shtoni djathë si që ju thash edhe në video që është ma tradicionalja, I hedhim piper zi, pak nenexhik, krip, miell, majdanoz ose mananas si I thojmë në Shkodër, I përzi mirë derisa të kena formu këtë masën homogjene si që shifni edhe në video me anë të cilës na do të mushim patligjonat që ju kena hek pjesën e brendshme. Masi I kena mush patligjonat, I rreshtojmë bukur aty te tava, mandej sipër I shtojmë krejt pak miell, vaj ullinit edhe I vendosim mu pjek, derisa të marrin këtë ngjyrën e artë. Ju mund t'i skuqni, por ju sjellja një version pak më të shnetshëm duke I pjek. Gjithsesi ju baft mirë nëse I provoni, më komentoni si I bani ju.